Halla e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapit ka folur për herë të parë publikisht pas humbjes së tij të parakoshme, duke ndarë emocione të forta dhe kujtime të çmuara për jetën dhe karrierën e nipit. E ftuar në televizionin Alsat, ajo u shpreh me shumë dhimbje për një artist që, sipas saj, kishte një shpirt të pastër, virtyte të rralla dhe një dashuri të sinqertë për muzikën dhe njerëzit. Ajo rikujtoi rrugtimin muzikor të Shpatit, pasionin me të cilin ai punonte dhe suksesin që arriti në skenën shqiptare ndër vite. Sipas Hallës së tij, Shpati nuk ishte vetëm një këngëtar i talentuar, por edhe një njeri i thjesht, i përulur dhe i larg xhelozisë, që gjithmonë besonte te bashkëpunimi dhe te forca e miqësisë mes artistëve. Me një ndjenjë të thellë dhimbjeje, ajo theksoi se në periudhën e fundit të karrierës, Shpati kishte kërkuar mbështetje dhe bashkëpunime nga kolegët e tij, por kjo, fatkeqësisht, nuk ishte ndodhur. Ajo që më dhemb më shumë është se Shpati kërkoi bashkëpunime dhe ndoshta as mesazhet nuk ja kanë lexuar. Sot po bën gjurmë dhe kjo është krenari, por pse nuk i duam njerëzit kur i kemi pranë, u shpreh ajo mes emocionesh. Halla e artistit shtoi se dhimbja është e madhe për gjithë familjen, duke nënvizuar se nuk po flet vetëm për nënën e Shpatit, por për një boshllëk që ka lënë pas një njeri i mirë dhe një artist i ndjeshëm. Ajo e cilësoi të dhimbshme rrugën që pritet të vijë pa praninë e tij, duke theksuar se humbja e tij ka lënë plag të thella. Kujtojmë se Shpat Kasapi, këngëtari shqiptar nga Maqedonia e Veriut, u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare. Sipas mediave, ai pësoi arrest kardiak teksa ndodhej në Itali me bashkëshorten dhe djalin e tyre të vogël, ku kishin shkuar për një kontroll mjekësor për këtë të fundit. Vëllai i këngëtarit ka deklaruar se Shpati kishte disa shqetësime të lehta më zemër, por asgjë serioze, ndërsa ndihma e parë i ishte dhënë në banesë, pa mundur që t'i shpëtonte jetën.